Fshati Akërni është një ndër fshatrat që ndër vite ka përjetuar pasojat masive të emigrimit, kryesisht të rinjve dhe krau të profesionalizuar të punës në Vlorë. Për banorët e zonës, projekti aeroportit të Akërnis është shpresa e vetme që fëmijët e tyre të rikthehen për të qëndruar në atë dhe. Banorët thonë se shpresojnë që funksionimi i aeroportit do të përmirësojë dhe disa nga shqetësimet e mbartura ndër vite, duke sjellë për fshatin më tepër investime. Shumë mirë e qikoj unë projektin, po kemi dhe ca gjëra mëngut ne prapë. Çfarë keni mangut? Po dritat i kemi njëherë fiken, njëherë ndesha. Se atë dhe internetin, gjërat ne pleqëri jemi, unë me plakun vetëm jam aty se s'kam njeri tjetër. Çfarë mendon ti se do të sjellë aeroporti? Unë mendoj që do jemi më mirë. Ka banor të fshatit të punësuar në aeroport? Udhëro? Ka banor të fshatit të punësuar në aeroport? Ka, dhe andej ka. Po zhvillim për Akërnin, a ka sjell deri tani? Shumë mirë na ka sjell, se si ishim kështu neve. Shumë mirë. Edhe të rojnë ata që e kanë planifikuar, hajtë që vjen makina këtej. Po, mendon se do rikthehen banorët në fshat? Unë mendoj të po, si e kanë mënden ata, pa unë i dua dhe të vinë. Janë larguar shumica. Po, të ke që nëna, unë i kam të gjitha, ja një kam këtu. Sa banor ka fshat? Ka pak sot? Po si banor, nuk e di nëna. Kush janë sot? Vetëm moshë e tretë apo ka dhe të rinj? Jo, më shumë e treta. Më shumë e tretë. Ku ka të rinj është i këtu. Unë, në mosha që kam unë jam pensionist, po për të rinjt është perspektivë. Së është për të përqefin. Ka sjellë ndonjë ndryshim deri tani? Ja, e para neve kishim rrugën të pistë, tash i kemi dalë në dritë. Ikim edhe me këmbësh. Shpëtuat nga balta. E para. E dyta pastaj do ketë ardhmë të mirë. Janë punësuar djemt fshatit ose banorët fshatit aty? Plot. Çuna të rinj, edhe moshatar ka. Po ndërkohë për të ardhmen, do ndryshoj fshati se imagjinoj. Si do të ndryshoj? Shumë prej banorëve i shikojmë të larguar, momentalisht. Po, në moment ka s'ka pas punë. Tash po të hapër që gjithë afara aeroportit do ketë punë për të rinj. Do të kthehen? Si mos kthehen? Ku ka ministri në tënd? Ka të kthyer momentalisht to, po them që kur kanë filluar punimet e aeroportit? Po tash po të pyes të interesohesh dhe mund të ketë. Ka të ardhme. Këtu jo nga zona këtu, po ka në ardhe nga rreth e tjera që po punojnë këtu. Se ka nikur. Çfarë mesazhi do të jepi rinis për shembull? Të kthehen në mundin e tyre. S'ka mirë se mundit. Pas avancimit të projektit të aeroportit, disa prej këtyre të rinjve që më parë janë larguar, janë rikthyer tashmë në fshat. Një prej tyre, i cili prej vitesh ka jetuar në emigrim dhe tashmë është kthyer për të punuar dhe jetuar në Akërni dhe po investon në fshat, tregon eksperiencën e tij të vështirë të punës në emigrim, teksa thot se nuk ka më mirë se të krijosh të ardhmen në vendin tënd. Po ndërtohet aeroporti i Akërnis. Po. Pret të sjellë zhvillim për fshatin. Normale që pres. Unë jam banor i fshatit Akërni, edhe normale kam shumë shpresë që ky aeroporti do sjellë një të ardhmen për rinin tonë. Unë jam kurbeçjar, kam ikur që në moshën 14 vjeç, edhe sot jam 33 vjeç. Je rikthyer në Akërni? Unë jam rikthyer në Akërni edhe dua të jetoj këtu. Ajo jetë që mua më ka ngelur, dua ta jetoj këtu. Me familjen time, me banor të tjerë themi drejtën nuk ka shumë, se edhe janë larguar. Unë jam ndër në ato parët që jam kthyer këtu, sepse pres një zhvillim, pres një të ardhmen që fëmia ime të ketë një të ardhme nga i aeroport. Ti u kthe dhe kur gjove për aeroportin apo po nisëm? Unë kam pas mendim që më përpara, se kam parë që edhe Europa nuk është shumë e lehtë, kështu që jemi që të vegjël për Europë edhe nuk është shumë e lehtë. Këtu në vendin tim me mendoj më të lehtë sepse kam shtëpinë time, nuk paguaj as qira as gjëra. Kështu që do merrem këtu në Shqipëri, punë kam plot. Shqyr Zotit. Ka njerëz të punësuar nga banorët e fshatit në aeroport? Ka, janë disa persona, shumë çuna të mirë, punojnë. Ka. Çfarë do të sjell për fshatin? Çfarë parashikon të sjell në të ardhmen? Unë parashikoj çfarë them unë. Unë do të bëhet më e mira, valla. Më tepër investime. Më tepër investime. Tani investimi më kryesor besoj se po zhvillohet edhe është drejt përfundimit. Kështu besoj. Një mesazh për aeroportin. Të rinjve. Jo vetëm të Akërnis. Çfarë them për të rinjt? Ai që ka dëshirë,
rri në vendin e vet. Ai që nuk ka dëshirë largohet, kupton? Vetëm për shkak të projektit të aeroportit të Akënis, në fshat janë shtuar kërkesat për blerje të tokave. Aty janë afruar disa investitor edhe strategjik për blerje pronash për të ndërtuar më pas një si biznesi. Gjithashtu, çmimi i tokës, por edhe i shitjes së banesave është shumë fishuar në krahasim me vitet e mëparshme. Në projektin në fjalë janë punësuar edhe një pjesë e konsiderueshme e banorëve të zonës.